Malit të Zi dhe Maqedonisë Veriore në NATO. Kosova ka bërë transformimin e mandatit të FSK-s në ushtri, si dhe kemi marrë njohje të fuqishme nga Izraeli. Kosova duhet të jetë e përgatitur për të përballur jo vetëm me çfarëdo lloj oferte që mund të vijë nga SBA-t, po me një botë që po ndryshon dramatikisht dhe shumë shpejt. Fatkeqësisht, kryeministrit, ish-kryeministrit, deputetit Albin Kurti nuk i bëhet vonë. Ne jemi gati. Këto institucione kanë sjell Kosovën nën sanksione. Imagjinojeni 25 vite pas intervenimit të NATO-s në Kosovë, 26 në fakt, Kosova sot është nën sanksione nga vendet që kanë ndihmuar jo vetëm lirinë, por edhe procesin e pavarësisë, të njohjeve dhe konsolidimit. Faleminderit. Mirë, po kthehemi në studio për diskutuar pak dhe me kushtrimin, pra e pam Vlora Qtaku nga radhët e PDK-s. Ajo prononcua për Klan Kosovës, në duke thënë se SBA ka kontribuar çdo herë për paqen, stabilitetin, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, duke cekur që Kosova duhet të jetë e gatshme të përballet me një botë e cila është duke ndryshuar vazhdimisht, sipas saj Albin Kurti, që i drejtohet si deputet, gjithashtu si kryeministër në detyrë, nuk pi bëhet vonë, por Vlora Qtaku potencoj edhe një herë që vonë i bëhet Partisë Demokratike dhe ata do të kenë një qasje ndryshe. E vërtet, krejtë e vërtet që apo dhëtë Vlora Qtaku, sepse të gjitha ato shtete në kanë penalizu me një apo tjetër në formë, kemi standardizime tashme fatkeqësisht për Kosovën dhe këto janë problemet cilat veç po shkojnë të urrit, po shkojnë çmime duke u ngrit, jeta e qytetarit po shkon duke u bërë shumë më e vështirë çdo ditë më shumë, sepse nuk ekziston dora shtetit siç ka ekzistuar